Sociologu Fadil Maloku ka analizuar situatën aktuale politike në Kosovë duke e quajtur krizën e konstituimit të kuvendit si një fazë të re të tranzicionit politik që po rrezikon funksionimin normal demokratik të institucioneve. Sipas tij, zgjatja e kësaj procedure formale juridike nuk është vetëm krizë institucionale, por pasqyrë problemeve më të thella strukturore, politike dhe ideologjike. Maloku thekson 3 arsye kryesore për këtë ngërç: mungesën e shumicës parlamentare dhe ndikimin e tashtë të quajturës dorë Dragodanit, politizimin absurd të procedurave parlamentare që synojnë kontrollin e komisioneve dhe mangësitë e kushtetutës që nuk parashikon sanksione ndaj bllokimeve të tilla. Ai bën thirrje për reformë kushtetuese dhe ligjore që do të forconte përgjegjësinë politike dhe do të jepte fund komoditetit të partive për ta zvarritur pafund procesin, duke dëmtuar interesat e qytetarëve dhe të shtetit. Konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare tashmë duket që është futur në një fazë kritike të tranzicionit politik dhe të funksionimit demokratik të shtetit. Themi kështu edhe për arsye se procesi historik i zgjedhjes së konstituimit të parlamentit, përveç krizës institucionale, është duke na ngritur një mal pyetjesh e dilemash edhe mbi shkaqet strukturore, ato politike, sidomos ato të procesit të shtetërtimit dhe të interesave strategjike gjithkombëtare. Shikuar me këtë dioptri sociologjike, kujtoj që mund të identifikojmë deri diku si shkaqet ashtu dhe ndikimet e mundshme që kjo krizë institucionale mund të prodhojë, ca efekte negative posaçërisht në infrastrukturën demokratike dhe funksionalitetin institucional të Republikës sonë. Në këtë kontekst, zhvillimet e kësaj odiseje krizologjike, sociologjikisht mund të këndvështrohen përveç si pasojë e mungesës së vullneteve racionale politike, edhe si produkt i mangësive evidente juridike e etike. Mungesa e shumicës absolute parlamentare dhe dora e Dragodanit, një nga faktorët kryesorë të zgjatjes dhe bllokimit të procesit, mund të merret edhe rezultati i papritur zgjedhor i 9 shkurtit 2025, rezultat që nuk arriti ta prodhojë dot atë epërsinë apo atë nuancën e duhur zgjedhore, sikurse ndodhi në zgjedhjet e 2021-shit, kur VV mori mandate absolute për ta krijuar shumicën e qëndrueshme parlamentare. Në një sistem parlamentar si ky i Kosovës, pa mundësia për të formuar një koalicion të qëndrueshëm qeverisës, do të sjellë gjithnjë bllokim institucional dhe prolongim absurd të afateve kushtetuese. Kur është fjala e dora e Dragodanit, shumica e naive mendojnë se kjo dorë, shkaku i shumë shkaqeve të tjera, është indiferente dhe e tërhequr nga zhvillimet e thrillerit parlamentar që polozet në teatrin e Kuvendit kosovar, ndërkohë është më së qartë se kjo dorë është prezente, aktive dhe mjaft e informuar për të gjitha episodet e lozura në aulën e parlamentit, sepse interesat janë mekanizmat që e maksimalizojnë si vigjilencën ashtu dhe angazhimin e interesimin për proceset dhe zhvillimet që ndodhin kudo në rajon, sidomos pas ardhjes së Donald Trump në pushtet. Të gjithë e dim se në këto 2 dekada roli i dorës së Dragodanit ka pasur tradicionalisht efekte pozitive gjatë tranzicionit politik në Kosovë dhe nuk e përjashtoi as tani, veç me një formë dhe përmbajtje tjetër fare. Në shumë raste presioni i tyre për stabilitet institucional ka rezultuar edhe me muaj mjalti imponues, por ka pasur dhe raste të tjera kur dora e tyre ka ndikuar edhe në frenim të vendimarrjeve të brendshme.